Paralajmërimet e qeverisë për bum në ndërtimtari për këtë vit tani për tani po qëndrojnë në vend. Për 2 muaj institucionet kanë realizuar vetëm 6% të projekteve kapitale, ose në para, nga mbi 766 milion euro të planifikuara për ndërtimin e rrugëve, shkollave, spitale, ujësielësve, konvikteve studentore, objekteve sportive dhe pajisjeve shëndetësore, deri në fund të shkurtit janë realizuar vetëm rreth 47 milion euro. Të dhënat e fundit financiare janë që deri më 1 prill, ku realizimi është 69 milion euro ose 9%, ose mesatarisht në muaj ndërtohet nga 3% nga ajo që është planifikuar. Përkundër realizimit të dobët, kryeministri paralajmëron kredi të re të dedikuar rreptësisht vetëm për ndërtimin e rrugëve. Përveç 1 miliard euro nga Hungaria, do të marrim edhe 500 milion euro të tjera hua nga një shtet evropian. Зборуваме за половина милиарда евра, кои што ќе бидат потрошени исклучиво за реконструкција, но и изградба на локални и регионални патишта. Проценивме со јавното претпријатие државни патишта дека отприлика половина милиарда евра би била таа инвестиција цела држава. На цела територија да бидат или реконструирани или изградени нови локални и регионални патни правци. Sektori i biznesit apelon që qeveria të mbajë premtimet, shpresën e shohin te zgjedhjet. Presim realizim serios dhe intensiv të investimeve kapitale. E dim që çdo herë para zgjedhjeve qeveria, megjithatë edhe veçqeverisja lokale, bën përpjekje për të realizuar numër më të madh të projekteve. Megjithatë, është e rëndësishme që këto projekte me të vërtetë të kontribuojnë për rritjen serioze ekonomike. Për ndryshe të dhënat financiare deri në fund të shkurtit sipas institucioneve tregojnë se pothuajse të gjithë kanë dështuar në realizimin e projekteve të planifikuara këtë vit. Kështu që të pjesa më e madhe e ministrave realizimi është rreth 0%. Ata që kanë më së shumti projekte Ministria e Transportit ka realizuar 1.64%, apo prej 207 milion eurove të planifikuara për ndërtim të këtij viti, janë realizuar vetëm 4.4 milion euro. Te Ministria e Brendshme realizimi është 1.96%, apo janë shpenzuar 760.000 euro nga mbi 37.4 milion euro të planifikuara. Nga ana tjetër, realizim më të mirë ka te Ministria e Mbrojtjes me pothuajse 20%, apo prej rreth 140 milion eurove ka realizuar pothuajse 28 milion euro. Ministria e Arsimit me nënpresje 47% ka realizuar 3 milion e gjysmë euro, nga 35.6 milion euro të planifikuara. Investimet kapitale janë aduti kryesor i qeverisë për lëvizjen e ekonomisë dhe realizimin e rritjes së bruto prodhimit vendor për këtë vit prej 3.7%.